Vritën dy vëllezër në Malishev, i dyshuari dhe ëndri i tyre. 2 persona kanë mbetur sot të vrarë në Gullobovc të Malishevës. Lajmi është konfirmuar nga koloneli i policisë së Kosovës, Lumni Graishta. Është vrasje dyfisht, viktima dy vëllezër nga fshati Gullobovc Malishev, tha Graishta. Ngjarja e rëndë që ndodhi sot në fshatin Gullobovc të Malishevës ka tronditur fshatin dhe jo vetëm. 2 vëllezër janë vrarë me armë zjarri para shtëpisë së tyre, në një kohë kur familja ende ndodhej në pamjen e humbjes së babait të tyre. Sipas informacioneve nga strukturat e afërta me hetimin, i dyshuari për vrasjen është Arsit Isufin nga Sankovci, bashkëshorti i motrës së viktimave. Ajo kishte ardhur në shtëpinë e familjes së saj për të marrë pjesë në ceremoninë mërtore të babait. Sot, në momentin kur ende po vinin njerëz për ngushëllim, i dyshuari ka shkuar për ta marrë bashkëshortën. Pasi është larguar disa metra nga obori, është kthyer përsëri dhe ka shtënë me armë zjarri ndaj 2 vëllezërve që qëndronin para derës së shtëpisë. Të dy kanë ndruar jetë në vendin e ngjarjes. E pamja ishte kryer para 3 ditësh, por ende vinin njerëz për me ngushëllu. Ai erdhi për me marrë gruan, u kthye dhe i vrarë në prag të shtëpisë, tha një i afërm i familjes. Motivet e vrasjes ende janë të paqarta.